duhet të trajtohet dhe duhet të hishet dhëmbi ose duhet të veprohet të rregullohet. Çfarë keni bërë në të tilla raste? Kanë qenë raste të vështira, patjetër që kemi vepruar, se kur ke raste që duhet në ndërhysh, do ndërhysh, por ndonjëherë nuk kanë qenë dhe të suksesshme. Sigurisht do ketë tani tregojmë raste të tilla. Do ketë gjithmonë dhe raste jo të suksesshme. Por i kemi ndarë me faza, domethënë ti e provon, i bën anestezin, sigurisht që ai nuk duhet të dëgjojë fjalën dhimbje, nuk do të dhëm, edhe nëse i thua nuk do të dhëm, prapa ai nuk duhet ta dëgjojë si fjalë. Nuk duhet të shikojë instrumenta që mund ta traumatizojnë ose të shikojë gjilpërën. Këto janë gjëra që deri diku ti mund të arrish të veprosh me fëmijën. Nëse ai nuk shikon gjëra të tilla, pastaj nëse një gjë të vogël të nuhasi, ai nuk ta hap më gojën e mbyll kështu. Por unë e lë edhe me faza, domethënë nëse ka një dhëm me infeksion, do t'ja lë me një ilaç dhe të do vish prap, domethënë janë këto gjëra që ne patjetër. Që herës tjetër ta di të jeti informuar. Unë ja shpjegoj dhe gjatë procedurës që tani do vendosim një lëng të bardhë, një lëng të blu, tani do i hedhim ujë, ajër që ai të humbasi mendjen nga gjërat që unë i bëj. Më mirë të ketë fokusin ke unë se ç'a them, se sa zana e dhëmbit. Kjo është e gjitha. Dhe normalisht edhe fëmia patjetër që deri diku domethënë në shumicën e rasteve arrin, eksakt, sepse janë fëmijë. Është natyra që do harohet, kështu që